Nuk dua pension. S'do? Jo, vetëm nderin e shqiptarëve. Kush është nderi shqiptar? Nderi i shqiptarëve këtë ligj që kërkon ta ndjerë Edi Rama, për çështjen të martohet burr me burr. O të keqë jyshi, e mori lumë në bëjtën. Isha mësuar më përpara, po tani që kam ardhur, jam me këmbë në tokë, kam ardhur nga Amerika, kështu që tani e shikoj se ç'bëhet këtu. Më falë, një minutë. Si jeni njerë? Mbaj bicikletën sepse kemi kështu për background shumë. Respekte, si jeni? Ka bicikletë. A jeni mirë, lutëm. Para se të më kapesh vesh, unë dua të respektoj si u vdinë si kanë. Jemi më mirë s'ka ku të shkoj. Falenderojmë Zotin që na ka sjellë në këtë trojë. Fiks. Fiks fare. Por se kemi mirë punën me këta që na drejtojnë. Nëse njeriu gjithmonë ankohet, nuk gjen qetësi kur. Por në çdo vojtje, në çdo ecje në rrugë të vet, të thot faleminderit o Zot, mirë, nga mirë bën ti më mirë, sepse njeriu bëhet i vështirë. Të lutem, më lejo të flas. Po. Pse bëhet i vështirë? Se është një ditë në vojtje, thot o Zot më ndihmo, më jep të, më jep atë, jep të gjitha Zoti. Kur vetë më lart te edhe me, thot jore jam unë, di unë, boj unë. Prandaj i këshilloj që të ndryshojnë mend, sepse nuk e ka pas tradit ky vend që të ngrehet para Zotit të lartë. Sa do kish xhamiet e qe, kulte që shkojnë e vinë me revista, libra plot, është vetëm një Zot. Kjo është, nuk e di, këshill më të mirë, nuk mund të jap. Shputu një gjako, ndërshmëri kisha herë në asko. Kishe ndërshmëri apo frikë? Kush? Më frikë ligji dhe po dhe ndërshmëri kishë për të. Po, ma dënuan babajnë tim një vit burë, për 2.200 lekë të viqitë. Kur u bëra unë sarakën, më kërkoni dëshmëri e penalitet babaj, se shënova në biografi, kam pat babaj një vit në burë, më kërkoni dëshmëri e penalitet. E mora thosh, një vit burë, 2.200 lekë të viqitë, pa kujdesin dhe tyre, jo vjedhje. Se vjedhje, sa po se miraj, e i që të pritë e vëre, i se burve tope. Qose Edi Rama del këtu, se par dje dola një intervistë e thashën qose që Edi Rama mjekrën me 77 deputetët dhe mjekrat e tyre t'ja ven grave të tyre dhe fustante grave të tyre t'i marrën t'i veshën vetë dhe gratë e tyre të shkojnë në për minierat e në për malet të ngarkojnë dru. Par dje, kurse sot them anën tjetër që Edi Rama bashkë me 77 deputetë që e kanë aprovuar këtë që po na shkatrojnë në fëmijët, po i hedhën poshtë, po e shkatrojnë këtë popull, të dali Edi Rama me 77 deputetët pro, t'i heqen brekët, këtu të martojnë me njeri tjetër, kur t'i shojmë ne ata, atëfena të aprovojët ky ligj. Faleminderit. Pse e kundër këtij ligji? Pse e kundër këtij ligji? Pse jam kundër? Qarë? Njeriu ronë për një nder. Nuk ronë për homoseksual, për këta qenër. Hajtë falem. Pse po ndodh nga heteroseksuali? Kundërshon homoseksuali nga heteroseksuali? More, Zoti ka krijuar dy gjini, femër dhe mashkull. Këta pse duan të bëjnë të tretën? Këta e bëjnë të tretën se janë homoseksual vetë, për veten e tyre dhe kërkojnë të martojnë me njëri tjetrin. Respekte. Kush je ti, kush jam unë, ama të bëjmë barbarës për unë të gjykoj njeriu në komitim, vërtet do qymë poet i vështirë se nuk e kam mend në vend edhe nuk di qa flet nga goja vetë. A përshëndes, s'ka që kështë. Unë jam pa fjallë. Jo, fjallë kemi plot, fjallët, më falë, sa kam lezuar, edhe ti lezon edhe unë, jemi të lirë. Fjallët do mbarojnë, lapsa fletore do mbarojnë. Fjallët e kryesit tonë nuk mbarojnë kur sa është përjetësi. Ne jemi kalimtar, në këtë tokë, në këtë njësi. Si ka mundësi që këta politikanët tanë që na drejtojnë, nuk e shohin këtë jetë si kalimtare, por e shohin si një jetë të përjetshme. Dhe në fund, siç ndodh dhe me Fatos Nano dhe me çdo figurë politike, ka marrë vetëm 2 metra dhe. Tani, dalim tek 21 janari. Kush e bën 21 janari sipas perceptimit tënd? Me të thënë të drejtën, pa rena, kam shku, jam antarësu në 7 a 8 parti. Kur e kam pa që antarët
shiteshin për interesa pjatë sahana, si kur të parat që kanë dalë këtë troje tona, thash kujdes, unë do të rriqem edhe lash me shkrim, më mirë të ri një pahet me shpirtëri e të ecë në rrugën time, edhe të gjikoj të vlerësoj veten, pa shok e miqët të tjerë, pastaj për mua nuk ka interes e vlerë të futem në pushtet të haroj shpirtërin që Zoti jep e dritë në jep. Edhe ujë e shi, kjo është mrekulli dhe begati. Tjerat si cili për vete i di. Tha lutëm, kaq dhe me thonë. Respekt. Edhe për ju. Qofsh mirë. Ditë mbarë, respekt. Unë gjithmonë them, a kam shënet të jetë? Do në folë për barazin gjinore. Zotri, si jeni? Mirë të faleminderit. Si fillim mirë, do të flasim për pension. A merrni pension apo jo? Marë. Sa pension merr? Unë në 130.000. 2027-ën, kryeministri ka thënë që do t'u dyfishoj këtë pension. A do ke menduar? më falësh një A minutë ke të menduar ndonjë si kthej? do i prish këto lekë? A do më falësh të kthej për pensionet? Nuk dua pension. S'do. Jo, vetëm nderin e shqiptarëve. Kush është deri shqiptar? Nderi shqiptarëve e këtë ligjë që kërkon të ndirë Edi Rama, për çështjen të martohet burr me burrë. Jam i rregullt, e do flas me ndërgjegjë të pastër, nëse Edi Rama del këtu, se par dje dola një intervistë e thashën nëse që Edi Rama mjekër me 77 deputetët, dhe mjekrat e tyre t'ja vënë grave të tyre dhe fustante grave të tyre t'i marrën t'i veshën vetë dhe gratë e tyre të shkojnë në për minierat e në për malet të ngarkojnë dru. Pardije, kurse sot them anën tjetër që Edi Rama bashkë me 77 deputetë që e kanë aprovuar këtë që po na shkatrojnë në fëmijët, po i hedhën poshtë, po e shkatrojnë këtë popull, të dali Edi Rama me 77 deputetët pro, ti heqen brekët, këtu të martojnë me njeri tjetër, kur t'i shojmë ne ata, atëherë ata aprovojnë ky ligj. Faleminderit. Ha? Kundër këtij ligji. Ha? Pse je kundër këtij ligji? Pse jam kundër? Çfarë? Njeriu ron për një nder. Nuk ron për homoseksual, për këta qenër. Hajt faleminderit. Pse po ndodh? nga heteroseksuali? Ha? Kundërshon homoseksuali nga heteroseksuali. More, Zoti ka krijuar dy gjini, femër dhe mashkull. Ta pse duan të bëjnë të tretën? Këta e bën të tretën se janë homoseksual vetë, për veten e tyre dhe kërkojnë të martohen me njëri tjetrin.